Tani do të nxjerrim mushtin. Para 3 ditësh kemi vjelur rushin dhe mushtin del mbas 3 ditësh, ditën e tretë. Plasmasin e kam vendosur që edhe të ruaj pastër bërësit, por edhe ta mbroj nga rreshtet e shiut që mund të bjen gjatë natës. Mushtin e nxjerrim dhe e fusim në ngrirje për ta ruajtur dhe rrin jashtëzakonisht shumë mirë. Tani do shohim për ta kullu. Dhe në fund do të mu zhit. Për ata që nuk e dinë se që është mushi, është verë, po është verë e ambës, sepse vera normalisht del në ditën e 21, ndërsa mushti është në ditën e 3. Tani po e kollojmë përsëri, e fusim në shishe për ta futur në ngrirje për ta ruajtur për dimër. Nuk është për shitje, është kryesisht për ata që vendosin të vinë të vizitojnë fermën tonë, do i qerasim. Tani e kemi gati për ngrirje për ta ruajtur për dimër.